Kam edhe për të dalë dhe u bë gjithë ky diskutim, po dua të them prapë te këta kryetarët, se që janë 3-4 kryetarë aty shoqatash që janë shoqatat LGBT. Janë shtuar, po shtojnë brenda ditës se zihen me njëri tjetrin, hapin shoqat, produkti sjell nën produkt edhe nën produkt. Dhe fatkeqësisht dua t'u jap një leksion që quhet abetarja e aktivizmit. Mos e humbisni kur sensin e aktivizmit. Duhet jeni human, pra para se të flisni dhe para se të ndërmerrni apo të bëni aktivizëm që e quani ju, duhet të vini në radhë të parë njeriun, mirëqenien e tij, mirëqenien e njeriut. Pra të mos vini dhe të sillni gjëra që nuk i kupton publiku shqiptar. Përpiquni sa të doni, jeni shumë të rinj. Dëgjoni nga unë, jeni shumë të rinj. Bëni gabime, keni bërë shumë gabime. Nuk dua t'ju akuzoj se nuk e di. Po keni bërë shkelje financiare, shkelje ligjore, apo siç u akuzojnë persona tuaj, gati dhe kriminale, që shpresoj që mos të jetë e vërtet, sepse do të ishte një goditje shumë e madhe për aktivizmin shqiptar. Bëni kujdes, aktivizmi nuk është thjesht të shpendohen fonde, ose të bëhet zhurmë që të themi, këtu në Shqipëri po na vrasin, jam në Tiranë isha unë. Kam marrë disa e nuk më vrau njëri. Të gjithë më donin, më respektonin, tani ka njerëz që nuk më duan. Ne nuk duam komshien, që është identike, janë identike komshiet me njëra tjetër dhe nuk e duan. Vriten për një gardë. Do me thënë në Shqipëri vriten ende për një gardë. Tani ju i vini kushte shqiptarëve, nuk do futeni në BE, sepse ju nuk pranoni nuk e di se çfarë